Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks, në emisionin Balkan Talks, i cili nuk është në ambientin e tij të zakonshëm, pra në studion e Euronewsit qendror në Tiranë, por jam në Prishtinë për të përgatitur këtë emision dhe nesër për të raportuar gjatë gjithë ditës lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve lokale të Republikës së Kosovës. Në pjesën e parë të këtij emisioni, un kam një të ftuar vërtet të veçantë, një të ftuar i cili është gazetar i përket komunitetit serb që jeton në Republikën e Kosovës dhe me të do të bashkëbisedoj për sa i përket problematikave me të cilët ballafaqohet ky komunitet në raport me Prishtinën, por edhe me Beogradin zyrtar. Un kam kënaqësinë pra që të jem në shoqërinë e analistit dhe gazetarit të njohur Branislav Krstić. I dashur Branislav, falenderoj që erdhe. Kënaqësia është e imja. Doja ta filloja ndryshe, vetëm pak orë na ndaj nga ndeshja Shqipëri-Serbi. Si po e pret? Një send shumicën Kosovë jemi ndarur. Alo e kemi problemin me identitetin. A jemi shqiptarët, a jemi kosovarët. Që do me thonë... Veti e kosovar. Unë jam vetë kosovar, por si voglush jam i zgjuar çdo mëngjes flamurin e shtetit e Serbisë. Absolutisht. Shumica nga shqiptarëve e shtetit e Kosovës me Shqiponjën e kanë pas pamje e parë mas gjumin. Që do me thonë, unë largova pak nga futbol, sepse këto vitet e fundit sa Aleksandar Vučić është kryetari e shtetit e Serbisë, ne kemi një diktaturë cila jetë të kontrollu edhe futbolin. Që sot në skuadrën e Serbisë do të jetë jo skuadra ma e mire e Serbisë, jo veç ata që janë pro režimit e Aleksandar Vučićit, që është për sport mu më do këtë kancer. Por ajo është diçka normale. E sigurt është që ne do bëjmë tifo për ekipet e ndryshme. I dashur Branislav, doja ta filloja ndryshe. Nenad Rashić është nënkryetar i Kuvendit të Kosovës dhe për herë të parë në historinë e Kosovës moderne nuk vjen nga radhët e listës serbska. Ju si e pat këtë zhvillim, sepse është i rëndësishëm? Është i rëndësishëm sepse kemi një shkelje e rëndë. Se cili shqipfolës në Kosovë, edhe tërë botës, që një herë në jetë e ka dëgju Branislavin, e ka kuptu që jam ga fillim kundër e listës srpska. Që për mu lista srpska është një organizata kriminele, cila në Kosovë është regjistruar si partia politike. Por, ne nuk do të, mu më do këtë si shtetë, nuk kemi nevoj me shku në loqë, sepse nuk dojmë ata. Mu më do këtë që kemi një shkelje rënd e paramenduar, qëllimisht, ose qëllim keqe se kushtetutës e Kosovës. Si pas kushtetutës jonë, shumica, pakica e komunitet serbe e ka ketë drejtën e shtesë, shumica me zgjedh kandidatin për nënkryetarin, pakica edhe shumica me votu. Tash, e kemi një nga ana e pushtetit teknike aktuale do fitore, a është kjo fitore e Piros, sepse kemi shkel kushtetutën edhe njëherë, do të shihemi në ardhmërin. Por nga dimensioni politik, përsa kohë shumica e banorëve të Republikës së Kosovës kanë të njëjtin mendim me ju, që lista serbska është një dorë e zgjatur e Beogradit dhe keq përdoret për qëllimet e tyre. Përse atëhere Republika e Kosovës duhet të betet peng e një kushtetute apo e një qasje ndaj një neni të kushtetutës, ndërkohë që ka dhe serb të komunitetit serb që e pranojnë shtetin e Kosovës dhe janë të gatshëm të kontribojnë për shtetin e Kosovës, siç është zoti Rashić. Kuptueshme, por jo veç për interesat e shtetit, edhe për interesat e komunitetit e vetë. Qose ne kemi pas një ministër, cili është ministër jo për këthim, për largim me serbëve,
që se kemi pas asë një ofertë serioze, jo për këthimin e serbe, por për ekzistencën e serbe, ajo është diçka tjetër. Nuk ke gale kura e zotri Rashiq, nuk ke lehtë me udhëheq atë ministri, kur e ki një pandan tjetër, një armiku brenda e komunitetit, që është lista serbe, që është një instrument e Beogradit në Kosovë. Por, zotri Egro, ne shpesh harojmë. Lista serbe ke partner edhe jo veç me qeverisjet, me pushtetet e kaluara. Lista serbe ekzistonin qëzime ke partner edhe e pushtetit aktuale. Ne e dim që kryeministri jonë, zotri Albin Kurti, në janar vitin e kaluar, deklarata e tij ke nuk është lista serbe aq e keq që kemi menduar. Që do me thonë, në momentin kur ata e kanë marrë vendim, boll me Beogradin, jemi lodhur me Beogradin, mu do këtë tash ekziston një kurth tjetër. Beogradi si pas me atë marrëveshjen e Brykselit, e ka pranu de facto pavarësinë e shtetit e Kosovës. Por nga atë marrëveshje ekziston edhe obligimet ndërkombëtare e shtetit e Kosovës. Ajo është vetë menaxhim ose zajednica për komunitet serbe. Ne tash nuk e dim deri ku do të shkojmë me këtë qeveri aktuale, por në një qeveri aktuale jam i sigurt që administrata e Bashkisë Evropiane dhe Amerikane do të insistoj në përmbushjen e këtë obligimin ndërkombëtare. Branislav, doja ta vazhdoja pak më tej. Opinioni juaj është shumë i qartë për listën serbska, por në zgjedhjet e ditës së nesërme, për kë do të votoj shumica e votuesve të komunitetit serb në komunat e veriut të Kosovës? Derisa në Beograd në pushtet është Aleksandar Vučić, në Kosovë, brenda e komunitet serbe, do të përfitoj ai subjekti politike, cili është i favorizuar nga ana e atë diktatorit nga Beogradi. Që do me thonë, jam i sigurt që nesër do të jemi dëshmitar që lista srpska apet do të përfitoj. Pse? A janë serbët e Kosovës suicide? E din që me listën serbe nuk kanë ardhmërin brenda e shtetit e Kosovës. Jo, problemi është në një anë tjetër. Me interesat private, me rogat, me ekzistencën e vetë. 80% e serbëve janë një lidhur me bugjetin e shtetin e Sërbisë. Edhe ajo është një send kryesore, me të cilin, një instrument me të cilin Aleksandar Vučić edhe pushtetin nga Beograd me vitat jetu kontrollu edhe jetu manipulu me serbët e Kosovës. Edhe ajo është realiteti jonë. Por, në anën tjetër për ashtu quajtur pluralizmin e mundshme në veriu e vendit, pushteti aktuale se ka bo asgjë. S'kemi pas asnjë shpalje e do projekt multietnike në veriu e vendit. Pra, ju po thoni që jeni sanduiç mes Prishtinës dhe Beogradit. Jam i sigurt, jam banor e shtetit e Kosovës, jam ai që pranon pavarësinë e shtetit e Kosovës, edhe sipas kushtetutës së shtetit e Kosovës, jam të dalë nëpër media me mendimet e lira, edhe kushtetuta jonë më garanton atë drejtën. Që do me thonë, në atë mënyrë jam hajde një copë, një pjesë e elitës së shtetit e Kosovës. Edhe me këtë daljen nëpër media nuk jam kundër asnjë qeveri në botë, por që se jetojnë këtë shtet, është normale që me paralajmëru edhe pushtetin aktuale, që në përdo lëvizje vetë, do këtë nuk e kanë matë që është e duhur, edhe janë të bo gabimet. Dëshira ime është që edhe une e doj pushtetin ma e mirë. Branislav, përsa i përket asaj që është komentuar shtrirjes së plotë të sovranitetit të Republikës së Kosovës edhe në komunat me shumicë serbe. Cila është qasja juaj? Kjo është diçka që është normale, ajo është nënshkruar me vitin 2013, edhe ato janë konë obligimet e shtetit e Sërbisë. Tash,
pse lista serbe e ka hinë në projektin e braktisjes e institucioneve. Edhe ajo kemë më do këtë një shfaqe e lojës, sepse nuk e ka egzistu mundësia para banort nga veriu e vendit, edhe Vučići do të ketë në problem para votuesve e vetë në Sërbi, që se lista serbe vetë jetu fik institucionet paralele. Te për kej nevojshëm ky periud e 3 vjetore, në të cilin pushtetat lokale e mbështetur me institucionat e Republikës e kanë integru shtëpijet, banesat, e kemi tash banort, cilat janë i obliguar me pagu tatim për pronën e vetë, që do me thonë një loj e integrimin cili lista serbe se ka pas fuqi me dalë, se ka pas ftyren me dalë para qytetarët e vetë, sepse mos e harojmë, Franco, në fillim maksima edhe parola e ata ke Kosovo është Serbia. Në fund, ata dalin në një anën tjetër, tash e kanë veç një, më do këtë detyr, ga fillim, ajo ke detyre e listës serbe me përgatit populatën për pranimin e plot pavarësi e shtetit e Kosovës edhe në veriu e vendit, edhe me përgatit populatën për ekzistencën e mundshëm në këtë shtet. Branislav, për ta vazhduar pak më tej, përse si gazetar kam ndjekur absolutisht zhvillimet në veriun e Kosovës, për ajo që të bëm përshtypje gjithashtu është fakti që ende nuk kanë dalë parti të reja politike të cilat do të gradualisht do t'ja merrnin elektoratin listës sërbska, e cila edhe mes komunitetit sërb në veri të Kosovës nuk gëzon reputacion të mirë. Unë jam kanë njëni nga i liderat e mundshme, por vlerësimi im ke tepër reale, kundër atë aparatit të shtetit e Sërbisë. Asë një kandidat, edhe ma kvalitetës se une, një Edi Rama me erdhë në veriu e vendit, nuk ka mundësi me përfitu. Sepse ai aparati, mekanizmat me të cilët Beogradi zyrtare jetu kontrolu edhe jetu manipulu me serbt, ajo është ndërtuar me kohë. Para mendoni, zotri Egro, ju edhe gruaja juaj e keni së bashku 4.000 euro rrogat. Të dyjet fëmijë e keni i punësuar në buxhet e shtetit e Serbisë. Ata janë në buxhet, por nuk kanë obligim me shku në do punë. Që do me thonë, të dyjet fëmijë juaj janë të rrinë në për shtëpi, janë të argju kohën tërë ditët në për kafeana, edhe në fund e muajt e kanë me ka 1.000 euro rrogën. Që do me thonë, ata janë ata mekanizmat me të cilën edhe kryeministria jonë nuk ka mundësi me luftu. Kjo është puna më do këtë për zyrtarët ndërkombëtare, për Bashkësi Evropiane, qofse ne e dim që ata qytetarët në veriu e vendit, edhe një numër i madh nga komunat ku janë serbt shumic edhe në jugu e Kosovës, a janë ata qytetarët e shtetit e Kosovës, se janë qytetarët e shtetit e Sërbisë. Që do me thonë, duhet me ekzistu një dialog. Një dialog midis Beogradit edhe Prishtinës, edhe ajo do të ketë do këtë momenti kur do të ke edhe i krijuar ambienti edhe atmosfera për zgjedhjet e lirë. Por me gjithatë, Branislav, duket si kur të flasësh me Beogradin është si të flasësh me murin. Ata mund të thonë diçka tjetër, ndërkohë që strukturat që ju i përmendët, me të cilat kontrollojnë serbët e veriut të Kosovës, ata sistemin nuk do ta shpartallojnë, nuk do ta heqin, dhe si e tillë, çfarëdo që të bëjë Prishtina zyrtare, nuk do të mund të aplikohet atje. Por duhet me kuptu dy sendat. Nga momenti kur e ka erdhë lista serbe, ne se kemi pas rezistencën armatosur nga veriu. Kjo është shenjë tepër serioze. Lista serbe ke partner me pushtetet e kaluara, edhe një kohë e gjatë me pushtetin aktuale. Në anën tjetër ne e dim që lista serbe është instaluar.
jo veç si vullnet e popullit e shtetit e Kosovës me nacionalitet serb. Edhe më mdo këtë jo veç si e dëshira e Beogradit zyrtare. Pse serbt ke tepër i nevojshëm me konë në një kolon? Edhe ajo është një pikpyetje. Unë e kam përgjegjet. Unë e kam përgjegjet sepse brenda e komunitetit jam të kuptu. Lista serbe, këto 12 vjetët e fundit, se kanë brojt, se kanë mbështet drejtat e komunitetit serbe në shtetin e Kosovës. Ata janë konë veç instrument në duart e Beogradit zyrtare. Po çfarë duhet të bënte qeveria apo qeveritë e Kosovës për ta bërë për vete komunitetin serb, kur sërisht presioni nga Beogradi dhe reagimi i listës serbe si partia më e madhe politike mund të krijonte shqetësime? Nuk është lehtë edhe për pushtetet në shtetin e Kosovës. E kanë pavarësinë e kufizuar edhe janë të kuptuar ato senda tepër serioz. Ne kemi urën e Ibrit. 2 asamblejat, presidentja jonë, kryeministri, shumica nga qytetarë mdo këtë 95% e qytetarëve e shtetit. Edhe shumicën veriu janë për hapjen e urës. Por, veç 3 karabinjerët e urë edhe ne jemi i limituar. Derisa nuk kemi edhe pranimin de jure nga Beogradit zyrtare, ne do të jemi së bashku me shqiptarët e shtetit e Kosovës, ne, kosovarët me nacionalitet serb, edhe ajo është mu mdo këtë një kurth. Pse ndërkombëtarët nuk insiston për një zgjidhje, zbatim të marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të Ohrit. Momentale, edhe hajde bac të zhvillojmë jetën multietnike së bashku. Ajo është diçka. Kjo ishte edhe pyetja që doja t'ju bëja dhe ju po më thonit pak më herët edhe për analizat dhe komentet që ju përgatisni edhe për faktorin ndërkombëtar. Ju si e keni kuptuar pikërisht këtë fakt? Përse marrëveshja e Ohrit dhe, marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit nuk u zbatuan asnjëherë? As nga njëra palë, as nga pala tjetër. Mu më do këtë që Beogradi e ka zbatu ato obligimet e veta. Tash e kemi ardhë deri, topi është në obor e pushtetit në Prishtinë. Por, Prishtina e ka veç një kusht. Ajde paras pranimi de jure, pranojmë njoni tjetrin, si 2 shtetet, ajde instalojmë ambasadorat ju në Prishtinë, ne në Beograd. Dhe është qasje shumë logjike. Edhe do të flasim për vetë menaxhimin për Serbë. A mund të ndodhi kjo? Jam i sigurt që Beogradi është i gatshëm, edhe në anën tjetër jam i sigurt që në Kosovë zotri Kurti e ka premtu të trupin e votuesve vetë që kur nuk do të pranoj vetë menaxhimin për Serbë. Edhe tash ne jemi diku ku jemi, edhe do të shihemi. A do të ekziston një presion tepër serioze nga administrata amerikane, a do të jemi në një rrugë e izolimit e Kosovës, do të shihemi. Ne tash e kemi një mesazh nga administrata amerikane që e kemi ndërpru këtë marrëveshjen strategjike. Dialogun strategjik. Dialogun strategjike midis me pushtetin aktuale. Ajo ke për popullatës e zgjuar një signal për qytetarët që votojnë nesër ose mas disa muaj në zgjedhjet parlamentare. Por ne nuk e dim. Ne nuk e dim deri kur shkon, edhe deri diku shkon inati e kosovarëve. Edhe do të shihemi. Kam përshtypjen që për inate kemi inatin e Ballkanasit. Megjithatë, Branislav, tërhoqi vëmendjen vetëm pak javë ose pak ditë më parë takimi që zhvilloi në New York të Shteteve të Bashkuara ishte Richard Grenell në takim me thuajse të gjithë liderët që përfaqësoheshin atje në nivelin më të lartë ose shumë të lartë të Kosovës, të Serbisë, të Kroacisë, të Malit të Zi, të Maqedonisë së Veriut. Dhe
krijohet përshtypja që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë atë insistim për ta zgjidhur, por edhe ata kërkojnë një qasje fillimisht të dimensionit ekonomik. Ndani dhe ju të njëjtin opinion? Jam tu pajtu me ju, por jam i shqetësuar tepër. Ne nuk kemi ambasadorin amerikane në asnjë shtet në Ballkan. Greqia e ka 6 muaj e fundit. Nuk është problemi veç Ballkan. Madje ambasadori në Serbi e tërhoqi presidenti Trump vetëm pak ditë më parë. Jo, ai ke veç propozim. Po. Ai ke veç pra propozim. Nuk kaloi në hapat e tjerë. Ajo është që do me thonë, Amerikanët janë të pritë qka? Të nisemi luftën e këtu, edhe apet me erdhë, me siguri jo. Amerikanët po më do këtë janë të matë, situatën, janë të... Unë jam i sigur që Zoti Trump do të insistoj në zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Po. Do të insistoj tepër serioz. Tash kemi sfidat e ndryshme. E kemi ndërprerje e ketë me shtetin e Kosovës strategjike, dialogun strategjike, por e kemi edhe sankcionat në Beograd. Qytetarët e Shtetit të Serbisë janë veç viktima, sepse në konflikt midis Amerikanëve dhe Rusëve, Beogradi zyrtare se ka kuptu që u kry koha që je në dy karrige. Në dy karrige. Tash ata insistojnë diçka tjetër. Tash Rust me nisin e kam pas një loj e ndikimit, që ose donë edhe një loj e kontrolit ndaj qeverisë së Shtetit të Serbisë, edhe Amerikanët donë me anullu atë pjesën. Serbia është në atë rrugë, pse e kanë prit Amerika me vendos sankcionet, edhe tash e kanë më do këtë dalë, sepse më do këtë vlera e nisit është diku ma shumë se 4 miliard euro, gjysma zotrojnë ose 1% ma shumë nga Rusë. Nga Rusët, Gazpromi. Edhe ajo është diçka që duhet me përfundu sa më shpejt, sepse Amerikanët kur nisin me sankcionet, ata nuk do të nalin. Kjo nuk është administrata e Bidenit, cila ke tepër e ka dalshëm. Më do këtë zotri Trump edhe administrata e ti e ka një pragmatizëm fenomenale. Edhe zotri Trumpin nuk do të interesoj kush janë shqiptar, kush janë serb në Balkan, ku janë interesat e Amerikës, edhe do të bojmë, që është bojmë ne. Që do me thonë, ne tash jemi një loj ata shikuesve që jemi të prit referin që të mbaroj lojën apo të vendos penaltin. Ajo është. Branislav, në ditët në vijim, Ballkanin do ta vizitoj Ursula von der Leyen. Dhe duke qenë se ju e njihni mirë dimensionin e Brukselit, doja t'ju pyesja, a mund të bëjnë ata diçka pa konsultim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke qenë se deri më sot protagonizmi i Europës ka qenë përcaktues? Pyetje tepër e mirë, konstruktime ime ose kuptimi im është që zoja jetu erdhë në Balkan pa dikime nga Amerika, nga Shtetet e Bashkuara. Që një lloj është edhe jo i obliguese, sepse ne e dim që she kanë kalu zyrtarët kaluar në Balkan. Mund do këtë ata nuk kanë kredibilitet. Asë në Beograd, në Prishtinë ma pak. Që do me thonë, pa një dorën e fort, pa ndikim tepër serioze e administratës amerikane, ne do të jemi në një amplitud nelt poshtë. Pa Amerikanëve nuk zgjedhet zgjidhje përfundimtare në Balkan. Ne edhe në emisionin e kaluar para disa muaj e kemi bisedu. Trumpi don 3 shteta, a i doj 3 shtetat përfundimtare në Balkan. Serbia nuk është shteti përfundimtare pa kufi me Kosovë, Bosnia unitare. Edhe ajde. Mund do këtë ajo është agenda, por
Tash për tash Trumpi e ka një sfidë e tjetër. Mu mdokët, ajo që u dollët me Bashkësi Evropiane, ne e dim që dhe Zoja von der Leyen ke në komision javën e kaluar kurse ka përfitu shumicën serioze. Edhe diçka brenda Evropës, alo nuk është i përgatitur për kooperim tepër serioze edhe i qartë me administratën amerikane. Derisa ne e kemi njerëz e deep state, njerëz në Evropë cilat janë konë tepër afër me administratës e Bidenit, ne nuk e dim që do të reagu administrata e re amerikane. Pra, ju besoni, edhe kam përshtypjen këtu, shumica e analistëve të Ballkanit mendojnë që kjo gjendje status quo-je do të vazhdoj edhe për disa muaj me radhë. Mu mdo këtë pa dorën e Zotës e kësaj botës, ne nuk do të shkojmë për para asnjë hap. Branislav, doja të kaloja tek një element i rëndësishëm i kësaj bisede. Situata politike dhe sociale në Serbi. Ajo që të bëm përshtypje është amplifikimi i protestave, shtrirja e tyre, kapilarizimi në thuajse të gjitha segmentet e shoqërisë dhe masiviteti, por mua personalisht më shumë më ka bërë përshtypje nervi i protestuesve. Një send është në fillim, kur e kemi bisedu para 7 muaj, jam konë i sigurt, edhe sot jam i sigurt që protestat e studentëve janë konë autentike. Mas disa muaj, ne edhim që funksionon diktatorët. Në për kolonat e studentëve, e kanë hinë do njerëz, me do flamurat, me do fletushkat e ndryshme, Kosova është Serbia. Që do me thonë, ajo ke një dëshira e atë diktatorin në Beograd për me dezavu ato protestat. Deri ku do të shkoj atë dezavuimi ne nuk e dim. Ne e dim që Amerikanët kur flasim për shtetet e Balkan, në çdo moment e kanë 5 opsion. Qofse rëzojnë Vučićin, cili është pasusi, cili është gjokeri ata, instaluar nga administratë amerikane, ata e kanë opozitën, cila është veç lytari B, asgjë më tepër. Por studentat tash janë diçka tre, me do parola e ndryshme. Parolat me të cilat edhe Vučić i kënaqur. Po thotë, ju nuk doni mu, që me këta e keni me bellefaqua pet me Kosovën, me Bosnjën, me Republika Srpska. Që do me thonë edhe Vučić është një pozit tepër e keq. Por në Serbi, Milošević i urzu mas mbështetje tepër serioze nga administrata evropiane edhe amerikane. Edhe ajo ke mbështetja financiale, edhe mediatike, edhe mu mdo këtë holografe në shumë dimenzione. Sot, studentët, kuptuesh me Amerikanët, nuk dojnë me dalë jo informuar, me siguri e kanë kontakt me do njerëz nga protestuesve, edhe do të shihemi. Do të shihemi deri ku do të tolerojnë këtë kaosin që e kemi në për rrugët e Serbisë. A është serioze kjo protest brenda Serbisë? Ajo duket si kur ka ende përplasje, por ju besoni që në rast se do të bëheshin zgjedhje të lira dhe të ndershme, kjo lëvizje studentore, apo siç e përshkruan zoti Dušan Janić, që her pas here unë e kam të ftuar në emision, një kryengritje popullore, ajo do ta largonte presidentin Vučić? Me siguri po. Qofse zgjedhjet janë nesër, edhe qofse ju edhe une, së bashku me OSBE-n, jemi të shku me monitoru seriosisht, zgjedhjet, mu më do këtë mbështetje e zotri Vučićit, betet veç nga kriminelt që janë indërtuar nga ana e ti, edhe nga një numër e njerës që e kanë bo lekt
me atë që e kanë servu, që e kanë shërbu diktatorin e vetë. Mbështetja e zotri Vučićit shihet edhe në për ato kontramitingat, kundër blokaderat, kundër studentve, që ai me autobusët tërë Sërbis nuk ka, veç janë jetu vozit një grupe njerëzve, 5.000 njerëzve, por njerëz nuk janë tu dalë në për rrugët. Që do me thonë, Vučići është në fund e mandatit, edhe i vetëmi grepi, që është kjo? Grep për të cilin është i kapur është Amerikant. Deri kur do të shihemi. Ndërkohë, doja t'ju pyesja, vetëm pak javë më përpara, ishte kryeministri i Republikës së Kroacisë, i cili tha, mund të jetë Serbia në prag të luftës civile. Është realiste kjo deklarat? As pak, kjo është më mdo këtë dora e zgjatur e Vučićit, sepse zyrtarisht zotri Plenković dhe zotri Vučić nuk kanë raportet mira. Por në biznis edhe tjerat sedat janë tu kooperu tepër mirë. Edhe kompanit e zotri Plenković, edhe kompanit tepër e afër familjare e zotri Vučićit. Edhe këto janë veç prallat mediatike, asgjë ma tepër. Kjo nuk është veç mendimi im, unë jam veç, nuk jam trim, por jam i lirë me kallëzu që ajo është vërtetja në Balkan. Tani në nëntor bëhet një vit nga tragedia e Novi Sadit. Çfarë prisni të ndodhë? Jam i sigur që do të kemi protestat tepër masive. Une jam i sigur që do të kemi ma shumë se 400.000 njerëz në Beograd, sepse kemi pas 300.000 edhe asgjë. Edhe ajo do të ketë diçka që është hapa e parë në rrugën e 30 ditëshe. Që do të kemi plot rrugat, është dimri, është ftoft, por njerëz do të dalin. Është ky sipas opinionit tuaj ta quajmë sulmi i fundit i studentëve dhe i opinionit publik që mbështet ata për të larguar presidentin Vučić? Kjo është agenda e studentëve. Ju e dini gazetarët, ne kemi burimet edhe brenda. Po, sigurisht. Me siguri po. Unë speciale sepse me vitat jam kundër e regjimit e Miloševićit. Fëmi temi shuqur që jetojnë në Kosovë, se që se jemi në Beograd, me siguri do të dalin edhe ata së bashku me babajin e vetë, por tash ne jemi qytetarë të një shtet tjetër, ne kemi problemat këtu. Jam i sigurt që Vučići do të shpallë zgjedhjet për fillimin e vitit të ardhshëm, ose ato zgjedhjet do të koni shpallur për 10. Jam i sigur t'jenë arro së shkurt për vitit e ardhshëm, edhe deri atëherë do të kemi një fushat tepër e piste nga regjimin kriminele aktuale në Beograd. Edhe ajo është diçka që e ka mundësi me prodhu do viktima njerëzore. Dhe në rast se mund të ketë viktima, atëhere, opinioni publik mund të jetë shumë i papërmbajtshëm. Kjo ishte një nga tezat e zotit Janjić dhe të zotit Nenad Shebek, që unë e kam patur gjithashtu në emision. Zotri Egro, kjo është edhe dëshira e zotri Janjićit edhe Branislavin juaj. Kjo është dëshira. Jo sepse ne dojmë luftën, jo, por bollë. Me këtë diktatorin mu mdo këtë bollën Beograd, ne kemi familjen. Ne e dim që shkalojnë, vllavi me ka u punën veç sepse ka tregu disa sendet kundër e Vučićit. Vllavi im jeton në Beograd. Edhe ajo është diçka që është realiteti në shtetin e Sërbisë. Edhe më mdo këtë njerëz janë tepër i lodhë, rezistenca është autentike nga ana e studentëve, qofse do të kemi viktima brenda e komunitetit studentëve, kuptueshme që printet do të dalin në për rrugë, por jo sikur studentët. Printet do dalë armatosur, me siguri po, por
do këtë nuk është kjo interesi i administratës amerikane, veç me dy mesazh që ose dojnë amerikanët, dërgojnë një konvoj e medjave ndërkombëtare edhe do këtë. Ajo do të ketë zgjedhje re, edhe mas zgjedhjeve do të shihemi. A do të ketë procesuar ato grupa kriminele që e ka kap shtetin në Beograd, ose a do të bojnë do deal me amerikanëve, rregull ne largohemi, por pa konsekvenca për jetë ose për kapitalin edhe një pyetje të fundit përpara se të falenderoj Branislav. Është shokuese, është qetësuese, është e neveritshme prania e Radojčićit në Beograd dhe të bandave të tij që mbështesin presidentin Vučić hapur dhe presidenti Vučić që i mban ata apo sistemi i tij që i mban afër vetes. Kjo është neveritse. Ato janë foshnjat e tij. Ai para botës e ka dërgu ata njerëz me rruj dërtesën e presidentit e Serbisë. Pa asnjë rezervë. A është kjo shfaqje e lojës? Është. Qartë. A ke banjska shfaqje e lojës? Ke. Që do me thonë, ne jemi brenda një lojë, cila është i diriguar nga Conflict Management Group për Kosovë. Edhe grupët interese atlantike do të toleroj ata njerëz derisa e kanë interes për me mbaj Vučićin në Beograd. Kur rrëzohet Vučići, ku do të shkojnë ata njerëz? Ajo është diçka po e rezervoj veten nga ajo nuk përgjigja është që vjen me problemi jon, ajo është problemi i ata njerëzve. Është i drejtësisë. Branislav, falenderoj shumë për kohën dhe opinionet që ndave me ne. Kënaqësia është e imja. Të falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi sërish për këtë radhë me një gazetar shqiptar. Deri atëherë, mos u largoni pas fare pak çastesh.
silent. Shikues të Euronews Albania, rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Në këtë hapësirë, unë do të bashkëbisedoj me një koleg të respektuar, kryeredaktorin e Telegrafit të Kosovës, Muhamet Hajrullahun. Muhamet, falenderoj që erdhe. Mirë se po takojmë në Prishtinë. Absolutisht, se virtualisht shihemi shumë shpesh. Si shpejt uajën. Muhamet, doja ta filloja për opinionin publik edhe për te i Kosovës. Cilën do të evidentoje si gjën më të veçantë që ty të ka bërë përshtypje në këtë fushatë elektorale? Pyetje shumë interesant për me nisë edhe me vazhdu kështu. Një farloj qetësie në diskursin e partive politike për dallim që kemi pas në zgjedhjet e kaluara. Si duket, partitë politike morën mesazhin të gjitha franko, pa dallim, morën mesazh nga zgjedhjet e kaluara, kësaj radhe nuk ishte akuza dhe kundërakuza të ashpra, nuk ishte dënime të mëdha nga paneli për ankesa zgjedhore ndaj partive politike. Asnjë kam përshtypjen deri tani. Ju kujtohet vitin, në zgjedhjet e kaluara ishte në zgjedhjet e kaluara, vitin e kaluar larg nuk kemi qeveri. Shkurti është shumë larg. Me të drejtë, sepse zgjat kjo dhe prandaj thash vitin e kaluar. Në zgjedhjet e fundit realisht parlamentare ishte mbi 200-300.000 euro dënimin për të gjitha partitë politike. Kësaj radhe është, nëse nuk gaboj, është dikon të 50.000 euro. Pra, kjo i bie që këtu unë e shoh të pyetja jote këtë kryesisht ka ndodhur. Pra nuk ka pas akuza dhe kundërakuza, nuk ka pas le të themi gjithashtu as edhe premtime të mëdha, të cilat jemi mësuar i pa sepse morëm mësim nga e kaluara e afërt dhe tashmë ishim pak më të qetë sepse po ruhem për pas ditës së nesërme. Pas ditës së nesërme. Megjithatë, nuk e di, një përshtypje ndoshta empirike nga ana ime ishte që drejtuesit e forcave politike u mbështetën më shumë në dimensionin makro politik se sa në politikën e qyteteve apo të komunave, siç i thoni ju. Po, çfarë ndodhi dhe çfarë unë pash në këto zgjedhje, i bie që kryetarët e komunave, bashkive, të kryesore në Kosovë morën garën përsipër vetë. Dhe ata në ballë të qytetarëve kryesisht kanë qenë vetë. Pra, në Prizren, kryetarët aktual të komunave ku janë ekzistuesit. Ata morën përsipër le të themi këtë që është fushatën zgjedhore me të mira dhe të këqijat në ballë, sepse mos harrojmë, ne kishim zgjedhjet parlamentare dhe aty ishin liderët nacional. Dhe nuk ka se çfarë dallimi të madh nga shkurti në tetor të këtij viti për të thënë, dhe ata morën përsipër garën lokale ta ballafaqojnë vet. Ne kemi parë të shumica kandidatëve për kryetarët komunave, madje edhe në Prishtinë, që në ballë të këtyre le themi fushatës kanë qenë kryetarët kandidatët për kryetarët komunave. Dhe kjo e ka bërë një farë lloj dallimi për faktin që edhe kandidatët për kryetarët komunave si duket e kanë kuptuar që niveli nacionalist mund të dëmtoj ata, por jo mund t'i ofroj për vota. Si e ke parë, si thua, retorikën e liderëve të partive politike, të cilët janë të detyruar të mbështesin këta kandidat në zgjedhjet lokale, por në kuadrin e një Kosove pa qeveri, duhet edhe të punojnë ndoshta edhe për një retorik disi më të fortë, duke menduar që mund të ketë zgjedhje të reja dhe mund të jemi sërish këtu pas disa muajsh. Po edhe do të ketë. Edhe do të ketë, s'ka diskutim, sepse që ashtu po shkon, është duke shkuar në atë drejtim. Pra, çfarë unë kom parë dhe cila është analiza ime franko kësaj në këtë periudhë është që liderët e partive politike, zoti Albin Kurti, zoti Ljomer Abdigjiku, Memli Krasniqi dhe Ramosh Haradinaj dhe të tjerët pastaj, nuk kanë pasur akuza, pra i keni parë të rralla shumë pak fare në këtë situatë ndaj njëri tjetrit. Pra nuk janë marrë njëri me tjetrin ashtu siç ndodhe në zgjedhjet parlamentare. Kjo ndodhi për dy arsye. E parë sepse nuk ka qeveri sot kur ne po flasim pikërisht për shkak të akuzave njëri dhe tjetrin dhe madje bashkëpunimi pastaj ishte i vështirë. Ishte i vështirë. I pamundur. Dhe çfarë ndodh pas ditës së nesërme? Po besoj dikush e ka thënë nga kolegët këto që ju sot keni bashkëbiseduar në Prishtinë, që shumica e bashkive të Kosovës do të shkojnë në raundin e dytë apo në balotazh.
Dhe pasaj Do këtu duhen hapet. aleatët. Dhe këtu pasaj hapet ajo çfarë mund të kemi një ashpërsi pak më të madhe të diskursit, të akuzave dhe kundër akuzave, po të njëjtën kohë duhet edhe një lloj bashkëpunimi në komunat. Pikërisht, kjo pjesa e dytë, sepse mund të intensifikohet retorika, por kjo retorik mund të mos sjellë rezultate konkrete më shumë se sa aleancat që mund të bëjnë me partitë e tjera që kanë marrë më pak dhe janë larguar nga loja. Dhe këtu do të futeshim në real politik. Absolutisht. Po nisim te Prishtina si kryeqytet, po besoj edhe për publikun në Shqipëri, Prizreni, Gjakova, Mitrovica, qendrat kryesore. Është shumë e rëndësishme kësaj radhe që në Prishtinë që kemi një garë jashtëzakonisht të fortë mes të paktën tre udhëheqësve kryesor, zoti Përparim Rama, kryetari aktual nga Lidha Demokratike, pastaj zoti Hajrullah Çeku, ministër në detyrë i kulturës, ministër diku në qeverinë Rama në Shqipëri, dhe zoti Urani Ismaili nga Partia Demokratike. Pra, gara do të jetë franko shumë e ashpër sa i përket kush do të jetë në balotazh fillimisht, sepse ka paqartësi deri nesër në mbrëmje, kush do të jetë dyshi. Por çfarë do të jetë gjithashtu e rëndësishme, është se kush do të jetë i treti. Absolutisht. I treti, se ai mund bëj kingmakerin. Po pra, i treti do të jetë përcaktues pastaj në atë çfarë mund të jetë kryetari i ardhshëm i Prishtinës. Gjithashtu këtu dua të shtoj edhe një çështje. Ju e keni parë një 2-3 lëvizje politike që ndodhen gjatë këtyre 2-3 ditëve. Kemi konstituimin e plotë të kuvendit të Kosovës. Kemi sot risin që zonja Vjosa Osmani, presidentja, i dha mandatin kryeministrit Kurti për të krijuar qeverinë. Partia më e madhe që doli nga zgjedhja. Të gjitha këto mund të çojnë me një drejtim. Dhe ky drejtim padashje është kjo situata, çfarë do ndodh pas balotazhit, pra ne do ta shohim pak a shumë kush me kë do të bashkëpunoj në balotazh, potencialisht mund të shohim pasaj një qeveri të ardhshme ku do të ketë bashkëpunim në Që më kemë optimist se zakonisht kam përshtypjen, edhe pse je natyrë optimiste. Në përgjithësi unë jam shumë optimist, por megjithatë këto zgjedhjet lokale për bashkinë do të na çojnë në zgjedhje, pastaj si duket në zgjedhje nacionale të reja. Nuk po shoh të paktën deri tash, edhe pse zoti Kurti sot zyrtarisht e mori obligimin, por unë nuk besoj që do të ketë numra që i bie. As opozita e deri djeshme mund të mos ketë numra. Pra, numra ata janë aty me listën serbe, po askush nuk don të bashkëpunoj në këtë situatë, në të cilën pastaj do të quhet në publik, në fushatën e zgjedhjeve, tradhtar ose bashkëpunim me Radojqiqin. Kjo do të jetë shumë problematike në këtë situatë. Mund të ketë befasi. Unë nuk kam informacione deri tash. Edhe shqiptar dhe befasi shkojnë bashkë? Mund të shkojnë ndoshta, mund të shkojnë. Por rrethonat ekzistuese tregojnë që nuk ka afërsi. Unë nuk e di qëndrimin e zotit Limaj, Fatmir Limaj që i ka 3 deputet, sepse zoti Albin Kurti mund t'i ketë 57, 3 të Limajt bën 60, duhet 1-2 deputet dika nga grupe tjera minoritare ose dika për të pas një qeveri. Po ajo qeveri do të ishte shumë delikate. Është vetëm deri në pranverën e ardhshme, ku ne kemi çështjen e zgjedhjes së presidentit, pra zoni Vjosa Osmani i s'ka dhënë mandati. Pa dashur, por duke qenë gazetar, të shkon gjuha aty ku interesi ndoshta është më i madh për ta ndryshuar pak të fjalë të urtë popullore. Për sa i përket Nenad Rashić, bëhet për herë të parë nënkryetari i kuvendit të Kosovës, ndërkohë që lista serbske që ka 9 nuk edhe ajo për herë të parë në 12 vitet e fundit nuk është ajo që përfaqësohet si nënkryetar. Zoti Krstić, Branislav Krstić, që ju e takuat, thotë që kjo shkelje e rëndë e kushtetutës. Nuk besoj që tash unë nuk po flas si jurist, po flas fillimisht në aspektin politik. Në aspektin politik zoti Nenad Rashić është serb i Kosovës, i cili ka punu në institucionet e Kosovës në periudha të ndryshme, si shumë serb të Kosovës, sepse ne duhet të jemi parimor dhe ta themi anën profesionale, pra zoti Nenad Rashić dhe shumë zyrtar tjerë serb të Kosovës kanë punu në institucionet e Republikës të Kosovës. Ata nuk e thonë kur që Kosova është shtet pavarur, po punojnë në institucione, janë të integruar, bashkëpunojnë gjithçka. Pra në aspektin politik, unë mendoj që zgjedhja e zotit Nenad Rashić është gjithçka në rregull dhe nuk ka asnjë problematik. Tashmë çështja është te aspekti ligjor i çështjes. Por procedura në kuvend përfundoi në aspektin sepse ju dha mundësia
përfaqësuesve. Të 9 përfaqësuesve që të zgjedhin njërin prej tyre. Dhe ata nuk kishin vota. Në demokraci, Franco, janë votat. Nëse s'janë votat aty, atëherë nuk ke çfarë. Unë nuk mendoj që lista serbe do ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese këtë çështje, sepse dihet që tashmë më shumë ne po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja parlamentare. Natyrisht i takon shumicës, po kur shumica nuk i ka vota dhe nuk bashkëpunon me pjesën tjetër, çfarë i bie? Të bllokohet Kosova, të bllokohet për shkak të një pozite që fatmirësisht doli zoti Nenad Rashi të ishte atë dhe të votuaj edhe nga deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës për herë parë, sepse ne nuk ishim në të kaluarën, pra ishim vetëm deputetët e lëvizjes vendose. Pra, në aspektin politik unë nuk shoh problem sepse u përmbyll ai procesi i rregullt. I shkurtit. Po. Në aspektin ligjor nuk e di se si do të veprojë lista serbe, ato do të ankimojë atë në gjykatë kushtetuese. Por gjithashtu dua të them që me gabimet që i ka bërë lista serbe, sepse unë kom pa shumë përfaqësues të listës serbe të cilët nuk e thonë zyrtarisht në Kosovë, thonë në Serbi, në kanale të ndryshme, që ata kanë bërë jashtëzakonisht gabime ku lshuan institucionet, komunat dhe për shembull sot në pjesën veriore ki shqiptarët në komunat me ato pak përqindje që morën, dhe tashmë ata kanë marrë mësim nga kjo situatë. Ky mësim ju ndodhi edhe në kuvendin e Kosovës kur ata nuk ishin të gatshëm për shkak të situatës së Banjskut, të sulmit terrorist që ndodhi atje, asnjëra palë shqiptare, pra partitë shqiptare e kishin shumë problematike të votonin të përkranin listën serba për shkak që ata nuk u distancuan asnjëherë nga Radojčić, Milan dhe grupi dhe sulmi që ndodhi atje. Absolutisht. Pas asaj bisede që bëra Muhamet me Branislavin, doja të të bëja një pyetje. Shumë analistë sërbë që unë i kam patur të ftuar në emision, por edhe analistë shqiptar, ata disi më të pakët dhe kjo kuptohet, nënvizojnë një element. Asnjë qeveri e Republikës së Kosovës e Prishtinës nuk ka punuar mjaftueshëm me komunitetin serb në veri të Kosovës për t'i afruar ata dhe për t'i bërë ata që të ndihen më mirë për të ndjerë realisht si qytetarë të Republikës Kosovës. Ti si e shpjegon këtë qasje? Absolutisht, është një situatë në të cilën pajtohena pjesërisht që Kosova në përgjithësi, shoqëria shqiptare shumicë i takon që të punoj më shumë për integrimin. Dhe tjetë më tolerante ndaj minoritetit. Dhe tjetë edhe më tolerante, por edhe tjetë më bashkëpunuese për integrimin e komunitetit serb, jo dhe komunitetet tjera të cilat janë të integruar. Por këtu është një problem që integrimi tyre është jashtëzakonisht shumë problematik, nuk është vetëm pjesa veriore, ne kemi shumë afër Prishtinës ku jemi Graçanica. Është Graçanica, janë komuna tjera, është Shtërpca në pjesën tjetër, Rani Lugu e tjera. Pra, derisa ka presion, u tha edhe nga raporti i vëzhguesve të Bashkimit Evropian në Kosovë, të misionit vëzhgues, që presioni dhe mos ajo le të themi bashkëpunimi i forcave serbe, sepse sot kontrolli nga Vučić, lista serbe është jashtëzakonisht i madh. Ne e pam një tentim pengim gjatë fushatës për punësimin e tyre, për largimin nga puna. Pra, derisa ka presion të jashtëzakonshëm, është shumë vështirë që serbët të cilët punojnë në institucione paralele të Serbisë në Kosovë dhe paguhen nga Serbia që të integrohen. Pra, ata marrin një rrugë në kanal tjetër dhe ata nuk e shohin si proces integrimin. Shteti Kosovës, qeveria Kosovës, kushdo që është qeveri, duhet të gjejë modele tjera bashkëpunuese me organizata ndërkombëtare, përmes ambasadave, përmes shoqërisë civile, të gjejë kanale me të cilat do të mund të bashkëpunojë, të dëgjohet zëri i tyre, të jenë pranishëm në mediat e Kosovës. Ne kemi shumë pak serb të Kosovës, pranishëm në mediat shqiptare në Kosovë në përgjithësi, përveç zotit Branislav Krstić që ju e keni pas, është zoti Nenad Rašić, 1, 2, 3 edhe përfundon. Pra nuk ka shumë njerëz që dalin edhe flasin në emër edhe të serbëve të Kosovës. Pse? Sepse shumica është e kontrolluar nga lista serbe, ata nuk flasin as për neve e as për mediat serbe në gjuhën serbe në Kosovë. Nuk flasin. Dhe nëse sot flet me kolegët serb të mediave të ndryshme që janë profesionalisht në rregull dhe nuk kanë qasje profesionale, ata e kanë shumë vështirë të kenë qasje edhe te zyrtarët e listas serbe. Muhamet, duke qenë se po i afrohemi fundit, nuk mund të të lëshoj pa të bërë edhe 2 pyetje. E para, beson që do të ndikojë në opinionin publik, pra tek votuesit nesër, ajo deklarate ashpër e ambasadës amerikane që ndërpret dialogun strategjik? Unë kam prit prej asaj që mund të ketë disa lëvizje të tjera pastaj. Kështu ishin pakën të pritjet që mund të ketë disa lëvizje të tjera gjatë procesit, sepse ajo deklarat doli një ditë para fushatës zgjedhore. Dhe pritej që mund të ketë disa befasi të tjera.
Nuk besoj që mund të ketë ndrykim në për fshatra e zonat tjera, po mund të ketë në zonat urbane. Në zonat urbane, ku njerëzit janë më të fokusuar në politikën ditore. Për shkak mund të ketë, ku ta diun, ndikim te Prishtina, mund të ketë ndikim te Prizreni, Mitrovica e tjera. Por të paktën në fushat zgjedhore, çaj diskurs asnjëna prej partive nuk e kanë, si të them, nuk është diskutuar shumë për çatë çështje. Kryesisht janë diskutuar problematikat komunale, uji, kanalizimi e tjera, po jo edhe këto marrëdhënie sepse njerëzit janë të interesuar për mirëqenien sociale, e pak për këto problematikat nacionale sepse ja kanë lënë dikujt tjetër në nivel nacional. Nuk e di si do të mund të reflektoj kjo situatë nesër, por kjo kishte një mesazh. Ajo çfarë dua të them është absolutisht që ishte një mesazh, si do të reflektoj kjo te votuesi dhe a do ta sheh votuesi si një lloj friksimi, apo diçka që mund ta rrezikoj pozicionin e zotit Kurti edhe të votuesit mbetet për të parë. Dhe pyetja e fundit, i dashur Muhamet, për sa i përket përqindjeve që do të marrin partitë politike, a është ky një tjetër mesazh për to në përgatitje për zgjedhjet parakohshme, siç u shprehej pak më herët? Absolutisht po. Unë mendoj që po nisim me të parë me lëvizjen e vendosje me kryeministrin Kurti, nëse kryeministri Kurti del mirë në zgjedhjet lokale, ne do të shkojmë shumë shpejt zgjedhje. Nëse zoti Kurti nuk del mirë në zgjedhje, atëherë do të ketë tentativa për të shtyrë deri në momentin e fundit, kur ne e kemi zgjedhjen e presidentit vitin e ardhshëm. Dhe kjo vlen edhe për partitë tjera që kanë qenë opozitë deri dje, Partinë Demokratike kryesisht dhe Lidhjen Demokratike. Çka i bie? I bie që leadershipi i këtyre partive politike mund ta humbas leadershipin nëse ata dalin më keq. Pra, nëse Lidhja Demokratike humb Prishtinën, atëherë përgjegjësia do të bie edhe mbi zotin Lumer Abdixhiko, sekretari i partisë, sepse do të kërkohet nga vetë brenda partisë përgjegjësisë. E njëjta do të jetë edhe me zotin Memli Krasniqi, për faktin që mund t'i ruajë disa komuna që i ka si Skenderaj e Kutadion, por nëse mund të ketë befasi në Ferizaj, ku qeverisë disa gjatë, ose Prizren, atëherë gjithashtu do të ketë problematika. E njëjta do të jetë edhe për zotin Ramosh Haradinaj, nëse nuk i ruan ato komuna tradicionale të cilat Alianca i ka në Kosovë. I dashur Muhamet, shumë mirënjohës për kohën dhe mendimet që ndave me ne. Bisedë fantastike si gjithmonë. Falenderoj. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ne do të shkëputemi për hapësirën e fundit publicitare dhe kur të kthehemi, do të kthehemi në një tjetër shoqëri vërtet interesante dhe informative në të njëjtën kohë. Mos u largoni, sërish së bashku vetëm pas pak në Euronews Albania.
Rithemi në transmetim të drejt për drejt të nderuar shikues të emisionit Balkan Talks këtu në Euronews Albania. Siç e përmenda në fund të pjesës së dytë, në këtë pjesë të fundit u kam kënaqësinë dhe privilegjin në të njëjtën kohë të jem në shoqërinë e dy panelistëve elitar. Me mua në studio është profesor doktor Dritoro Arifi. Profesor, falenderoj që erdhët në studio. Përshëndetje, faleminderit profesor. Dhe ish ambasadori i Kosovës, analist dhe diplomat Blerin Canaj. Falenderoj zoti Canaj. Profesor, jemi këtu për zgjedhjet lokale, por pyetja është një pyetje ndoshta edhe naive edhe e sinqertë. Kush është më e rëndësishme? Zgjedhjet e nesërme apo fakti që presidenti Osmani i dha të drejtën kryeministrit Kurti si fituesi i zgjedhjeve të shkurtit të kaluar të drejtën për të krijuar qeverinë e re? Edhe, por e dyta është pak për nga rëndësia më e madhe, sepse në një farë mënyrë që nga janari ne nuk kemi parlament, ne jemi republikë parlamentare, pa parlament nuk funksionon asgjë, pa nuk do duhet të funksiononte asgjë në një shoqëri më normale. Kjo është veprimi më i mirë i duhur që është bërë në këto 10 muajt e fundit. Pra unë mendoj që është bë pozitive është nominimi i zotit Kurti për kryeministër dhe tash rrjedhin e fatet kushtetuese. Mo nuk kemi kush e pengon, kë e pengon, pra kjo tash do t'jetë një garë me kohën, sa zoti Kurti i aftë si menaxher që të krijojë një klim të koalicionit, sepse po vret që pa koalicion nuk kjo numrat. Kjo mvaret ekskluzivisht tash nga aftësia e tij për ta krijuar atë, po themi, mazhorancën e minimale që për ta qeverisur vendin, për ta krijuar qeverinë e re. Po ai çka është edhe dyta, po ashtu për nga rëndësia është a do të kemi një cilësi më të mirë të qeverisjes. Me ato që kemi pas të Kurtin 2, nëse vazhdojmë me të njëjtin mentalitet me Kurtin 3, do të kemi të njëjtin rezultat. Zoti Canaj, nuk e di cila është ndjesia jote për këtë. Sipas profesorit ishte edhe për ju? Jo, në pajtohem me profin. Tashti absolutisht, edhe nesër janë të rëndësishme për shkak se bëhet një farë qartësimi. Të rëndësishme ndoshta janë edhe vetëm për një fakt që tani më po është e qartë që do të marrë pjesë në të zgjedhje dhe Pakica serbe në veri. Dhe kjo pastaj ndryshon, po mendoj ndoshta edhe rrjedhën madje. Për shkak se deri më tani kemi pasur institucionet dhe të bojkotuara nga lista serbe, ju kanë ndihmuar atyre që të paraqiten si viktima dhe madje të shihet Kosova si shkedës të drejtave të njerëzit shpeshherë që është përmendur. Kështu që mendoj që në këtë kontekst ndryshon. Diçka ndryshon ndoshta edhe pasqyra. Tash të presim se çka pas këtyre zgjedhjeve. Natyrisht që e dyta që tha edhe Drita është jashtëzakonisht e rëndësishme, për shkak se një shtet si Kosova nuk e ka luksin që të mbetet pa qeveri dhe pa institucione. Absolutisht. Dhe mendoj tash unë personalisht dyshoj që Kosova do të ketë institucione s'paku nga prononcimet që i pam pas zgjedhjes së nënkryetarit serb të parlamentit, por shkak se e pam që nga lidhja demokratike më shumë kishte disponim që të shkohet në zgjedhje, do të thotë vota ishte vënë më dukej, sikur vota ishte vënë më shumë për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja. Në anën tjetër e pam Partinë Demokratike e cila abstenoi, por e kam përshtypjen që Partia Demokratike e bëri këtë për shkak të pasigurisë, në kuptimin e asaj që në qoftë se nuk votohet, ka mundësi të shkelet kushtetuesja. Në qoftë se votohet, po e voton një akter politik të listës serbe, e të gjithë e dim që lista serbe pas sulmeve në Banjska nuk e dim çka përfaqëson më. Absolutisht. Është e rrezikshme. Profesor, për ta vazhduar më tej, do të ketë peshë dhe vlerë përqindja që do të marrin subjektet elektorale në zgjedhjet e ditës së nesërme? Absolutisht, kjo është krejt esenca e kësaj gare, është një farë lloj para përgatitje për zgjedhjet e jashtëzakonshme ose nacionale kur do që ato do të marrin, sepse është një tregues, një indikator shumë i fuqishëm, po kjo do të matet në dy nivele. E para është në nivel të komunave, sepse loja më e madhe bëhet për 8 komuna, për 8 komuna të mëdha, siç janë Prishtina, Mitrovica, Podujeva, Prizreni, Gjilani, Felizaj, Gjakova, Peja. Këto janë kryesore. Ato të tjerat janë mandej vlerë shtuar, por nuk e kanë rëndësinë dhe domethënien e këtyre 8 komunave. Dhe normalisht mandej elementi 2 që ka peshë
është çështja e asamblezëve në për Pikërisht, kuvendet aty komunale. matet Po sa edhe është pesha vota specifike e partive po ajo politike. është vota e partive politike. Pra këto dy indikatorë na tregojnë ku qëndrojnë partitë. Por nëse bëjmë paralele me vitin 2021, realisht ka qenë për mua ndoshta viti më i befasishëm në të dy aspekte. Para në aspektin nacional sepse vetëvendosja fitoi 51% me koalicion, mirë po menjëherë pas 7-8 muajve në nivel lokal ke një humbje e befasishme e vetëvendosjes në nivel lokal. Kjo tregon që qytetarët kanë dashur ta kenë një ndryshim në nivel qendror për shkak të partive të tjera të cilat kanë qeverisur për një kohë të gjatë, jo në mënyrën e duhur, mirë por në nivel lokal nuk i kanë besuar kandidatëve të cilët i ka prezantuar vetëvendosja. Sepse ndoshta Kosova duke qenë edhe vend i vogël, njihet edhe individi që përfaqëson dhe ka apo s'ka besueshmërinë e partisë, votuesi voton personazhin. Partitë, sidomos vetëvendosja e ka keq kuptu, qëllimshëm apo pa qëllimshëm, që karakteri dhe integriteti i një personi nuk ka rëndësi. Në ato zgjedhjet lokale të vitit 2021 e kuptoj që pas ka rëndësi. Dhe tash në këto vite ka kandidat pak më mirë, por jo nga ajo që kam pritur që të ketë kandidat edhe më të mirë nga lista e vetëvendosjes. Zoti Canaj, për ta vazhduar bashk, nëse do të bëje një pyetje të thjeshtë për ata që na ndjekin dhe nuk janë pak, cila është e veçanta për ju e kësaj fushate elektorale që përfundon sot? Për zgjedhjet komunale, kem fjalën. Që them të drejtën, më ka bërë përshtypje që nuk ka patur entuziazëm sikur më herët. Kam përshtypjen që qytetarit nuk i ka bërë aq shumë përshtypje sikur që ka qenë më parë. Ndoshta ka qenë edhe lodhja nga kjo zaga me parlamentin. Një përshtypje është edhe se ka humbur ndoshta edhe interesimi, të ndodhë çka të ndodhë. Në anën tjetër, ndoshta për këtë ka ndikuar edhe përdorimi shumë të rrjeteve sociale, që e kanë bërë kandidatët për asamblejist, po edhe kandidatët për kryetarët komunave, por ajo që më ka bërë përshtypje është kryesisht mungesa e entuziazmit që ka një dallim jashtëzakonisht të madh më herët, në krahasim me më herët. Për ju, votuesi do të votoj partinë apo edhe partinë edhe individin? Jo, unë mendoj që në zgjedhjet dallon shumë në Kosovë vota në zgjedhjet komunale dhe me zgjedhjet qendrore. Edhe ajo për arsye se shumë ka rëndësi se kush është kandidat për kryetar komuna, ajo që u tha këtu më parë. Komunat nuk janë me as numër të madh dhe njihen njerëzit, dhe gati secili e din kvalitetin e secilit. Për këtë arsye dhe partitë kanë përshtypjen që gjithmonë vrapojnë pas kandidatëve që janë më serioz. Pajtohen me ato që lëvizja vetëvendosje nuk ka kush e di se çfarë kandidatësh, por në qoftë se shohim strukturën brenda vetëvendosjes, jo që ka pasur edhe njerëz tjerë më të mirë, që them të drejtën. Ne të gjithë, për shembull, po e marr vetëm një shembull. Kemi menduar që në Mitrovic, ish-ministri Peci, madje ka pasur zëra që ai mund të shkojë edhe pa ballotazh. Por tani po e shohim që ende nuk dihet se kush do të shkojë pa ballotazh, nëse shkon dikush, por që shkon që ka ballotazh, ajo është më se e sigurt tani. Në Xhilan, për shembull, e kemi. Në qoftë se marrim entuziazmin e para një kohë, sot Xhilani nuk voton mos sikur që ka votuar më parë, edhe pse në sytë e me votuesi xhilanas ndoshta është më emancipuar në Kosovë për shkak se nuk e ka shumë problem që të ndrojë kahun politik. Absolutisht. Dhe tani nuk do të shihja një arsye pse kryetari i tanishëm në Xhilan do duhej të fitonte, po ashtu e shef edhe të fitonte. Të fitonte, okay. Dhe ashtu duket që e shef edhe qytetari i Xhilanit. Do thotë me siguri që do të jetë një garë që mund të sjellë befasi në disa komuna, por gjithashtu edhe një garë pa entuziazëm. Profesor, doja të kaloja në një pikë nevralgjike që ju të dy e prekët disi. Do të rikthehet në votime komuniteti serb. Unë kisha pak më herët edhe një gazetar të serb të Veriu të Kosovës, dhe ai tha që do të ketë votime, do të ketë pjesëmarrje, por jo shumë të madhe.
Ju, çfarë prisni të ndodhi nesër me komunitetin serb në veri të Kosovës? Shiko, ajo që është evidencë që lista serbe do të iktoj zgjedhjet. Jo vetëm në komunat veriore, por ne dim që në komunat tjera, në 5 komunat tjera në jug të Kosovës, atave që kanë komunat ju dheqin. Dhe mos harrojmë që edhe në jug të Kosovës komunat serbe nuk janë të integruar anaj si po i mendojmë. Ato vetëm nuk bëjnë zhurmë. Pra dallimi kjo është. Ato nuk bëjnë zhurmë dhe nuk i kundërshtojnë institucionet e Kosovës, por e kanë atë tjetën paralele. Pra arsimin dhe shëndetësinë kanë paralele të Serbisë ende, edhe në jug të Kosovës. Pra kjo gjë që nuk po potencohet shpeshherë në Kosovë, si ne po mendojmë që i kemi mbyll të gjitha vrimat, që nuk është e vërtetë. Edhe në veri të Kosovës është e njëjta gjë, pra arsimi dhe shëndetësia funksionojnë në mënyrë paralele nga shteti serb financohen, programet e gjitha ato tjera. Po, ishte shumë i qartë zoti Krstić kur e shpjegonte. Po kjo edhe në jug është e njëjta gjë. Qasjen ekonomike ose pushtimin ekonomik që i kanë bërë serbët të Kosovës Beogradi zyrtar. Absolutisht, kjo ka shku me vite të tëra. Dhe tash pjesëmarrja atyre do të jetë relativisht ndoshta jo shumë e madhe, por mjaftueshëm që ata për të fituar garën pa ballotazh, sepse dallimi mes votës shqiptare dhe serbe është thujem se 9-1. Dhe normalisht edhe një pjesëmarrje e ulët, po, edhe një pjesëmarrje e ulët, faktikisht ata fitojnë pa ballotazh dhe kjo mandej do ta krijojë një momentum të ri, sepse ata do ta provokojnë, por besoj që mandej do të funksionojnë më zgjuar, do ta provokojnë qeverinë qendrore me qëllimin e vetëm që për ta fërkuar gjithë gjendjen aktuale, për të treguar që ne jemi këto e këto gjëra tjera. Pra, ende nuk është zgjidhur çështja e veriut të Kosovës. Ne kemi një administrim, një autoritet, por një bashkëpunim nuk besoj që do të ekzistojë, e sidomos me ardhen e listës serbe do të jetë pak çështja më problematike, prandaj kërkohet një konsenzus nacional. Sepse, ju e dhat përgjigjen, por unë doja pak më shumë për audiencën e gjerë që na ndjek. Qeveria aktuale dhe thuaj se të gjithë shqiptarët janë krenar që është shtrirë sovraniteti i plot. Kujdes me definicionin se suverenitet ka pas autoriteti ushtri. Okej, ushtria autoriteti, e drejtë. Jo sovraniteti se ka qenë. Se shumë edhe Shqipëri pe rrejë këtë ide është çështje definicioni atje. Por, duke qenë se shtrirë autoriteti i plot, tani me rikthimin e listës serbska, cili do të jetë raporti i pushtetit qendror me pushtetin lokal të dominuar nga lista serbska? Raporti për fatkeq që do të jetë shumë provokativ, sepse lista serbe tash e ka kuptuar që ne jemi shumë sensitiv në atë çështje, dhe ata pikërisht do të na sulmojnë aty ku ne ndihemi më të dobët. Pra do ta provokojnë në aspektin politik, në aspektin ligjor, në aspektin financiar, legjislativ. Pra do të ketë shumë problematika në terren që serb do t'i kërkojnë kuazi drejtat e tyre përmes një solucioni tjetër. Dhe kjo, prandaj, marrëveshjet ndërkombëtare nuk janë çështje shakash. Ato ose zbatohen ose refuzohen në tërësi. Ne as nuk e kemi zbatu, as nuk e kemi refuzuar. Dhe kjo mandej neve si palë, që jemi palë, po themi kujdestare edhe për veriun, edhe për ata qytetarë atje, na bën më fragjil në raport me perëndimorët. Të njëjtën pyetje doja dhe opinionin tuaj, zoti Cane. Shisha tash ka qenë një periudhë para një 2 vite e gjysmë, kur ne kemi diskutuar madje edhe me drejtron në për studio, se si lista serbe ka filluar të dobësohet, madje edhe në veri. Mirë, po pas këtyre katrahurave të cilat janë bërë më shumë për përfitim politik të zotit Kurti, sësa që ka pa hajrë Kosova, njëkohësisht lista serbe është forcuar. Do të thotë për shkak se ajo nga qytetari serb shihet tani disi si institucioni i vetëm i cili i mbron të drejtat e serbëve. Dhe në këtë e ka ndihmuar qeveria e Kosovës jashtëzakonisht shumë. Tani, unë mendoj, nuk dua të paragjykoj, por nga ajo që po shife deri më tani, si duket ata do ta luajnë një lojë më ndryshe. Çfarë keni parasysh kur thoni një lojë më ndryshe? Mendoj që do të provojnë që ta bëjnë politikën e tyre në atë formë që gjithmonë pala kosovare të del pala dekonstruktive, pala që i shkel të drejtat e tyre e tjera, për shkak se e kanë vërejtur që në këtë formë përfitojnë më së shumti politikisht. Madje edhe ndërkombëtarisht, dhe tash duhet ta kemi parasysh edhe një fakt. Lista serbe është dorë zgjatur e Vučićit në Kosovë, dhe natyrisht që ajo implementon
apo ndihmon në implementimin e politikave të Vučićit në raport me Kosovën dhe shpeshere përmendi. Në qoftë se e shohim rrallë dëgjojmë më Vučićin që ta përmend Kosovën. Por arsye se tani më Kosova është futur në retoriken edhe të ndërkombëtarëve, përkatësisht pakica serbe në Kosovë, është futur në retoriken e ndërkombëtarëve si një grup i njerëzve i cili nuk ka përfaqësim politik në Kosovë, për shkak të cilit po shkilen ligjet dhe kushtetuta e Kosovës e të tjera dhe të tjera. Dhe këtë po e them nga përvoja ime, për shkak se gjatë shërbimit tim, gjithmonë ne kemi pasur atë si mburojen kryesore në raport me serbët, të drejtat e tyre, forma e trajtimit të tyre, e tjera, e tjera. Respektimi, toleranca. Gjithmonë e kemi argumentuar madje dhe rëndësinë që e ka pasur pavarësia e Kosovës, por derisa sot është zbehur ajo, dhe në këtë kontekst mendoj që Vučići e ka fituar atë betejë dhe në atë betejë fatkeqësisht mendoj shumë që edhe ne e kemi ndihmuar me apo pa vedije. Profesor, për të vazhduar tek dialogu strategjik, apo ndërprerja e dialogut strategjik, apo ndërprerja e planifikimit të dialogu strategjik, por thelbi mbetet i njëjtë. Mendoni që do të ketë impakt në këto zgjedhje lokale ky element kur vjen nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gëzojnë një respekt të konsiderueshëm në Kosovë për atë çka kanë bërë? Absolutisht, por ndoshta nuk do të jetë determinues, por me 1% do të ketë një impakt negativ për vetëvendosjen, sepse realisht është ataku lideri i vetëvendosjes në atë, po themi, dëmtim të atij procesi, sepse SHBA-t e kanë bërë në mënyrë eksplicite me emër të përveçëm dhe kjo normalisht e dëmton edhe liderin, por edhe personat, po zakonisht ata votueste që janë të jo të vendosur, aty ndikon jashtëzakonisht shumë që ose mos të votojnë ose të votojnë për palën tjetër. Dhe kjo normalisht ka impakt, por pse SHBA-ja nuk ka lëviz më tutje, sepse s'ka dashur që të bëjë impakt më të thellë në zgjedhjet lokale. Por në momentin që përfundojnë zgjedhjet lokale nesër, po besoj që javën e ardhshme do ta kemi një komunikat gjithsesi nga SHBA-ja për të vazhduar tashme formimin e institucioneve. Pra, varësisht nga çësia e SHBA-ve do ta kuptojmë se në çfarë raporti do të çojë SHBA tashme kuvendit dhe me qeverinë në tentativë. Zoti Canej, në ditët në vazhdim viziton Ballkanin Ursula von der Leyen. Çfarë prisni? Apo asgjë? Mendoj që e vat përgjigjen në fund. Tashti me siguri që ajo vjen sa për të vizituar dhe për të vrojtuar se çka ndodh, sidomos pas zgjedhjeve komunale. Unë jam shumë i sigurt që fokusi do të jetë në veri, për shkak se tani më atje janë të instaluara disa komunat të cilat kanë qenë, sikur që kanë qenë, kur flas për komunë mendoj se institucion, dhe tani do të ketë, pra ne më dorëzim me siguri s'do të ketë në kuptimin formal, por do të ketë ndryshim. Dhe me siguri që asaj do të interesoj ajo forma se si akceptohen dhe si trajtohen këta kur i marrin ato poste dhe si sillemi ne, për shkak se nganjëherë kam përshtypjen se në Kosovë keq kuptohet, por sot është shumë e rëndësishme se si një shtet i trajton pakicat e veta, madje shumë mirë të parasysh, sidomos kur flitet edhe për demokracinë në atë vend. Dhe për këtë arsye mendoj që ajo do të jetë në fokus, të mos e harrojmë edhe faktin që Kosova është në sanksione. Dhe natyrisht që pastaj do të mendohet edhe për heqjen e sanksioneve, po gjithmonë duhet ta kemi parasysh që sanksionet duhet të heqim ne vetë. Në kuptimin e asaj që ne duhet të punojmë që të heqim sanksionet, por shkak se edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës fokusin tani më e kanë tjetër kund. Dhe ne mund të i plotësojmë të gjitha kriteret, por në qoftë se nuk trokasim në dyer, do ta kemi prapë vështirë dhe nuk pres që ato sanksione të hiqen me një herë. Por me siguri që do të pritet që të plotësohen edhe disa kriteret. Po ju, profesor? Në përfat keq, mendoj që Kosova ka humbur hapin.
atë hapin më të rëndësishëm e kemi humbur, sepse të ne nuk e kuptojmë që politika evropiane ka impakt drejt për drejt në jetën tonë, në miqësinë tonë. Dhe duke parë ndryshimet në SBA, që kanë dhënë në politikën e brendshme, dhe ato po reflektojnë edhe në politikën e brendshme të Bashkimit Evropian, pra rritja partive të djathta me elemente ekstreme, apo siç po thuhet në Evropë, edhe partitë tradicionale fillojnë të radikalizohen. Dhe kjo na shpihet e një pyetje shumë kruciale. A mund të ndryshoj qëndrimi i BE-s ngadalë karshi Kosovës? Pra ne nuk e kemi kuptuar gabimet që kemi bërë. Dhe për fatkeq, von der Leyen nuk ka shumë kompetenca në BE. Ajo mund të loboj për Kosovën, por shtetet anëtare janë ato që e bëjnë politikën e BE-s, mandej ajo reflektohet përmes zonjës von der Leyen. Dhe ne këtë nuk e kemi bërë. Asnjë ditë se ka bërë qeveria Kurti këtë. Dhe prandaj kemi këtë shkuptime të thella, pra mendoj që mos komunikimi i duhur dhe mos vendimarrja në kohën e duhur, sjell pasoja shumë të vështira për një vend të vogël. Duke qenë se po i afrohemi fundit, unë doja t'ju bëja të njëjtën pyetje të dyve. Profesor, për sa i përket rikthimit të Grenellit në Ballkan, dhe jo vetëm jo drejt për drejtin në Kosovë, por në Ballkan, ju e shihni për një lloj orientimi apo një lloj rikthimi të politikës amerikane, interesit amerikan ndaj Ballkanit, apo thjesht ishte një lëvizje e momentit? Nuk e di, është rikthyer zoti Grenell në çështjen e Ballkanit, sepse Marco Rubio është një sekretar i shtetit dhe është një person me një karakter shumë të fortë. Dhe ai nuk lejon që lojtarët e tjerë nga jashtë departamentit të kanë implikim në politikën e tij. Nga ajo që kam dëgjuar, se departamenti është reformatizuar shumë në mënyrë shumë të përmbajtësore dhe sot asnjë ambasadë nuk guxon ta lëshoj asnjë komunikat pa u lexuar dhe pa koordinuar me Washingtonin. Pra, kjo çështje është e pamundur. Kështu që SBA-ja veç kthej vëmendjen nga Ballkani me sanksione ndaj Serbisë dhe me sanksione ndaj zotit Kurti. Pra, këto janë orientimi i kthimit. Por tash edhe ne po them, ne a do të ta shfrytëzojmë dhe ta lexojmë që politika amerikane kjo administratë e ka një problematik, nuk të lejon të thuash unë e mendoj. Dhe këtu ne mund të kemi problematika shumë të mëdha në të ardhmen. Me ne shqiptarët mendojmë shumë, apo jo zoti Canej? Jo, kur flasim për Grenell, të mos e harrojmë një fakt, që megjithatë përkundër asaj që u tha që është jashtë kabinetit, unë e shoh si një figurë të jetë rëndësishme në politikë bërjen amerikane, duke e parë gjithmonë si një prej njerëzve ndoshta edhe më të afërt të presidentit. Megjithatë, State Departamenti për momentin është megjithatë është një prej personave më të afërt të presidentit dhe tek e fundit kur është bërë sqarimi se cili është pozicioni i Grenell, kisha përshtypjen që Donald Trump po thot kur s'jam unë është kë. Apo, kur flet kë flason. Dhe në këtë kontekst, mendoj që nuk është i parëndësishëm pozicioni i tij. Ne i kemi parë pastaj në zotin këtë Grenell edhe në misione të ndryshme. Por çka po ndodh tani është që Gaza si duket po shkon drejt fundit, s'paku përshtypja është e tillë. Ta shohim se çka po ndodh në Rusi-Ukrainë, por ka mundësi që Gaza mund të zëvendësohet pastaj me Ballkanin dhe ta shohim se çka po mund të nxjerrim nga ajo. Shumë faleminderit për kohën dhe faktin që erdhët në këtë studio të improvizuar. Jam shumë i njohur profesor. Zoti Canej, shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Qëndroni me Euronews Albania gjatë ditës së nesme, sepse do t'ju informojmë vazhdimisht thuajse çdo orë për sa i përket ecurisë së procesit zgjedhor për zgjedhjet e pushtetit lokal në Republikën e Kosovës. Atëherë deri nesër nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen dhe miru takofshit.